Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe sot do të kemi një video shumë të veçantë sepse sot ChatGPT-ja do na kontrolloj ditën për 24 orë. Pa humbur kohë fillojmë sepse është një ditë shumë e gjatë dhe nuk kemi kohë për të bërë shumë fjalë, kështu që nisim. Atëherë i shkruajmë chatit. Përshëndetje, unë jam Jona, një youtuber e shqiptare. Sot do bëj një video ku ChatGPT kontrollon ditën time si fillim të tregon çfarë të ha për mëngjes. Duhet ju them që unë mëngjesin e kam pikë të dobët, pra nëse nuk kam mëngjes, unë nuk kam energji. Nuk dua të pjas kafe asgjë, vetëm të ha mëngjes. Kështu që të shohim se çfarë na rekomandon chati. Unë chatit i them edhe shoku im sepse është një shok që të tregon gjithçka. Përshëndetje Jona, kënaqësi që po bashkëpunojmë për videon. Për mëngjes i propozoj diçka të shijshme, të shëndetshme normale, se mos shtojmë shumë kile. Atëherë pancakes me banane dhe mjaltë të shoqëruara me fruta të freskëta, një filxhan kafe ose çaj jeshil. Çaj jeshil nuk kam, po kafe kam. Okej, banane dhe mjaltë kam në shtëpi, nuk do më duhet që të dalë të blej. Dhe ndërkohë më ka treguar edhe pjesën e recetës, një banane, një vezë, 2 lugë tërshër, mund t'i bluash për miell dhe pak kanell. Kanell nuk do hedh, kam, por nuk dua të hedh, sepse mbasi do t'jap që të provoj edhe rejt pak, edhe nuk është që ja kam bërë atë testimin e kanellës, mos i bëj ndonjë alergji, kështu që po e lëm. Përmbysi të gjitha bashkë edhe piqi me disa luleshtyre ose bronica. Bronica kam, por jo ato që janë të freskëta, kam disa të kuqe të thata. A je gati për sfidën e radhës pasi ta hash mëngjesin? Po, jam gati, por prit. Përgatisi mëngjesin, shkojmë bashkë te kuzhina dhe pastaj të shohim çfarë do jenë sfidat e radhës. Gati për mëngjesin super të shëndetshëm, edhe besoj që do jetë shumë i shijshëm. Ja ku është tërshëra, do marrim 2 lugë tërshër, do t'i gri këtu. Banane dhe vezë. Gjithashtu kam marrë edhe pak baking powder që të dalin pancakes pak si të fryra, se unë kam shumë qejf kur janë ashtu, kështu që nisim nga puna. Ja, pra dhe mielli i tërshërës është gati. Këtu tek mielli i tërshërës, pra tërshëra që krim, është shtova bananen, vezën, shtova dhe baking powder dhe po i përzet të gjitha bashkë. Ndërkohë, në këmbët e mia kam rejin që nuk më le rehat dhe ri këtu. Çfarë bën këtu ti? Çfarë bën këtu? A? Ja ku e kemi dhe përbërjen gati, ndërkohë këtu kam vendosur shumë pak gjalp. Pancakes janë gati, unë këtu kam dhe mjaltin. Pasi i bëra me mjalt, mora dhe këto boronicat e kuqe që kisha në shtëpi, kam edhe pak, kështu që nuk kam të freskëta boronica, por edhe këto të thata janë keq. Dhe duket kaq e shijshme dhe kaq e mirë dhe mezi po pres që ta provoj. Ja, pra tani gati për ta provuar. Kam marrë gjithashtu edhe këtë filxhanin me kafe. Për momentin nuk e kam rejin këtu, është nga dhoma tjetër, po luam. Nuk isha provuar të bëja kështu me banane, po dalë kanë super të shijshme. Edhe ajo aroma e bananes dihet shumë. Dhe këto boronicat me mjalt japin shumë shije. Një kombinim shumë i lezetshëm ky. Faleminderit ChatGPT që më dhe këtë mëngjes, sepse me vërtet që ka shumë e mirë. Unë do vazhdoj të ha mëngjesin dhe të shihemi për sfidën e radhës, të shohim se çfarë do jetë. Më ka shijuar shumë mëngjesi, por tani nuk dua të ri në shtëpi, dua të dal, kështu që po i shkruajmë chatit. Më trego çfarë të bëj, dua të dal, ku të shkoj dhe të shohim përgjigjen bashkë. Shkëlqyeshëm e Jona, tani që jem me energji nga mëngjesi, është koha për një dalje të këndshme. Ja ideja ime për ty. Një shëtitje në një vend natyror ose të qetë, në qytet mund të jetë një park, preklumi, lulishte. Të reflektosh, merr me vete një fletore, përdor nota në telefon, shkruaj 3 ide. Okej, po marr një fletore, silolapsin dhe po gjej një vend super relaksues. Unë e di, e kam një ide ku do shkoj, kështu që po ju marr dhe ju me vete. Hajdeni. Unë sapo kam dal nga shtëpia, nuk kam shumë qejf të xhiroj në momentin që unë ec me makinë, kështu që kam marr makinën dhe do ju çoj direkt tek vendi relaksues, super i bukur që më pëlqen shumë. T'ju tregoj dhe ju se sa bukur na është bërë Pogradeci, kështu që po e mbyll, po ec shumë ka dal ndërkohë. Dhe ja ku jemi me një flat të lehtë të ngrohtë që po më përkëdhel kaq lehtë fytyrën, sa romantike u bëra. Dhe me këtë diellin që nuk është shumë i fortë dhe me këtë super natyrën që ju solla ju, jemi në Valoreg, do ju tregoj drilonin, kam përfunduar dhe punimet sepse ishte në punime si për pjesa e drilonit dhe dua t'ju tregoj dhe ju mrekullit e natyrës, mrekullit që na ka falur Zoti, kështu që pa humbur kohë ju tregoj një këtë pjesën këtu. Nuk e di si ju duket ju, por unë adhuroj natyrën këtu.
E dini çfarë më kujtua te ky vendi këtu? Këtu vija me grupin e Valles kur isha shumë e vogël, rreth 10-11 vjeç, edhe bënim ato videoklipet me Valle dhe është pikërisht ky vendi këtu dhe kam kaq shumë nostalgji nga fëmijëria. Ndërkohë që unë po ec, dua t'ju tregoj edhe kartodromin e Pogradecit. Këtu mund të bëni gara me makina, pra është shumë bukur dhe aty unë e kam provuar, por sot nuk e kemi në sfidë, kështu që gjejmë një vend për të ulur dhe për të shkruar ato 3 idetë e videos. Dhe këtu janë bërë këto si shtëpiat e vogla, shikoni sa bukur. Për ju që nuk e keni vizituar Pogradecin, por dhe për ju që e keni vizituar, nuk e di si është dukur. Por mua më duket me të vërteta i vend i relaksit, po e shoj shumë këtë videon që po bëj për ju. Edhe ndërkohë dua t'ju tregoj edhe këtë pjesën tjetër. Shikoni pak këtu. A nuk është një gjendje shpirtërore, kaq e qetë, kaq relaksuese? Dhe ta mendoni që unë larg Zvicrën për këtë vendin, sepse ky vend më shumë se i bukur është një vend që mua më lidh shumë emocionalisht, ndihem shumë mirë këtu. Kështu që faleminderit Zot që jam këtu. Më shumë se sa një sfidë, mua më duket sikur ju bëra një mini guidë të këtij vendi këtu. Kështu që më lini një koment dhe më thoni, vërtet është kaq i bukur apo më duket mua se e dua shumë se jam rritur këtu? Unë vendosa t'ulem këtu, ja ku e kemi bllokun. Unë do shkruaj idetë për videon e radhës, ndërkohë që ju më lini ndonjë koment çfarë video doni të shikoni. Për shembull, doni të shikoni ku ChatGPT-ja do më kontrolloj ditën, jo vetë, por të jem me Rein. Pra, lireni ju këtë koment, qofse do bën mbi 200 po në këtë video, pra thjesht shkruani po, e duam videon me Rein. Ne pastaj do bëjmë një video sërish me ChatGPT-n që do na kontrolloj ditën, kështu që shkruani po aty. Ju mund të shkoni dhe të bëni piknik, pra me ushqimet që dëshironi ju, dhe uleni aty familjarisht ose me shoqërinë, është shumë bukur. Kjo kulla këtu, prej druri, është ndërtuar për të vrojtuar shpendët dhe e keni dhe këtu pra një listë me shpendët që mund të vrojtohen. Rosa këre, pule uji, qyqja, qukapiku. Është diçka shumë interesante. Shkojmë bashkë tani dhe shohim çfarë mund të shohim që aty. Unë jam këtu lart tek kulla e drurit, por me sa duket shpendët nuk qënë kam për momentin këtu, nuk është që mund të shikojmë diçka, ja. Unë e pash, por pa rezultat, kështu që duhet t'jenë diku ande se unë dëgjoj goxhat si cërima, dëgjoj ato kua. Por që për momentin këtu nuk ka. Zbresim tani nga kulla dhe t'ju tregoj edhe diçka tjetër, një pamje edhe më të bukur. Për mua, pamja më piktoreske dhe më e bukur e gjithë Drilonit është kjo këtu. Ky pra është një nga vendet që mua më pëlqen më shumë këtu në Drilon. Shikoni se sa hapësirë që ka, sa ngjyra, jeshillëk, edhe shpendët pothuajse janë të gjitha këtej, do t'ja u tregoj edhe ju tani sepse atje te kulla nuk ishim. Dua t'ju them që kjo muzika e qetë është shumë e këndshme këtu, ndërkohë që bën këtë ecjen tek ura dhe vjen një aromë gatimesh, ato gatime tradicionale të Pogradecit që po më vjen të ha, por nuk mund të shkoj sepse të shohim çfarë do na thot çati për drek, kështu që unë duhet të kthehem në shtëpi dhe të pyesim çatin, por me gjithë këto aroma të mira, unë e sigurt që nuk do gatuaj, do dua të marr diçka të gatshme, sepse po përtoj shumë të gatuaj. Shohim mirë çfarë shpejt mund të gjejmë këte. Duket kaq bukur dhe me telefon kur xhiron, a le të kisha aparatin, do kishte dalë një perle vërtet. Gjithsesi, natyra që është e bukur, nuk ka shumë nevojë për filtra, kështu që dhe me telefon e bën shumë mirë punën e tij. Dhe jam këtu, o zot, çfarë do shikoni ju tani. Shikoni pak, perlë. Sa bukur. Po e le me kaq Drilonin, do ik në shtëpi tani se më pret dhe Rej, kështu që shihemi pak më vonë. Dua t'ju tregoj pak dhe këto varkat këtu. Këto shërbejnë për të bërë xhiro në të gjithë këtë pjesën e ujit, që është goxha sipërfaqe, po për momentin nuk ka asnjë njeri këtu që mund të bëja një xhiro dhe t'ja u tregoja edhe ju. Ju ngelet që të vini vetë në Pogradec dhe ta provoni këtë xhiron. Tani jemi në momentin e drekës. Unë nuk dua të thras shumë sepse Rej po fle, uroj mos ta zgjoj, po nuk mendoj. Dhe tani
Do të pyesim qatin se çfarë të ha për drekë, por dua të theksoj që nuk dua të gatuaj, pra nuk dua të lodhem, dua ta kem diçka të gatshme, kështu që shohim se çfarë do thot çati dhe gjithashtu të jetë pak më interesante që të mos gatuaja mëngjesin drekën, thash më mirë s'po gatuaj drekën me që bën pancake në mëngjes. Tani është momenti i drekës, më trego çfarë të ha, por nuk dua të gatuaj, çfarë të bëj? Dhe presim përgjigjen e shokut ton. Perfekte jona, dreka pa gatim është totalisht e justifikuar sot. Bravo! Ja çfarë të sugjeroj, porosi diçka të shishme, të lehtë me ngjyra për kamerën, si për shembull, më ka dhënë 3 opsione: sushi, salmon ose avokado, mango, kastravec oriz, ose opsioni tjetër sallatë me mishpule të grirë, djathë, feta, domate, qershi e bla bla bla. Ju ndërkohë jeni duke i lexuar në ekran sepse unë ja u kam lënë aty. Sa po ta porositësh, mund të bësh një mini segment ku tregon çfarë ke zgjedhur, pse, edhe kështu me radhë. Tani, unë do të porosit në një faqe këtu në Instagram dhe do t'ja u le dhe ju këtu se çfarë po i shkruaj. Atëherë, faqes në Instagram, unë do t'i shkruaj që dua diçka nga këto 3 opsione dhe të shohim nëse mi bën. Okej, dhe përgjigja e faqes që ishte shumë e shpejtë është që kërkojnë kohën e tyre dhe nuk mund të bëhen, dhe unë i thash të paktën këtë me pul, në qoftë se mund të ma përgatisnin, dhe të shohim. Okej, mund të përgatitet, por nuk kemi ullinjt. Okej, në vend të ullinjve po marrim misër dhe ajo pjata bëhet edhe me ngjyra. Tani presim telefonatën derisa të na vi porosia, do shkoj poshtë shtëpisë ta marr dhe do vi sërish këtu. E mora dhe porosin është këtu dhe do t'ja tregoj në shtëpi. Sapo e kam nxjerr nga qesja ushqimin, është ky këtu. Kisha edhe një pirun edhe një kartoficet, gjithsesi unë kam marrë vetë këtu, edhe një gotë me ujë. Kështu që më bëf të mirë, mezi po pres ta provoj, po daleni t'ja u tregoj njëri se unë për vete e shikoj, kështu po ju se keni para koma, prisni. Dhe siç na i kërkoi çati, është me të gjitha ngjyrat, kemi vajin këtu që t'ja hedhim dhe shikojeni. Kemi pulën, kemi bukën e thekur, kemi domate, misër, edhe djathë, sallatë. Është një pjatë shumë e mirë. Nga pamja, të shohim nga shija, po besoj që do jetë e mirë. Tani do t'ja hedh këtë vajin. Në fakt unë kam dhe vetë vaj ulliri, po hajde se po e bëjmë me që sfida është kështu. Qen ka si vaj ulliri me limon më duket, nuk është thjesht vaj ulliri. Tek pula nuk do shtije, pak tek buka edhe këto domatet edhe sallata. Dhe ta provojmë. Si fillim dua të provoj pulën se më bën shumë kurioze dhe me një copë bukë të thekur. Pula shumë e shishme dhe kjo buka e thekur me pak vaj ulliri që janë shumë, po marr dhe pak misra se më pëlqen shumë, sidomos kur janë edhe pak të ëmbël. Me qenë se çati më kishte shkruar që ta përshkruaja ushqimin, unë ja u përshkrova, por gjithashtu po ju them dhe për shijen që më pëlqen shumë, është një shije e pastër, është një ushqim i shëndetshëm. Dhe unë nuk u lodha fare dhe hëngra shëndetshëm dhe bra video për ju. Kështu që s'më ngele që tjetër, vetëm se të vazhdoj të ha ushqimin, të pres të çohet rej dhe të pyesim çatin se çfarë do bëjmë për pasdite. Unë isha në supermarket, mbarova disa pazare që më duheshin dhe ndërkohë të shohim se çfarë do bëjmë për pasdite, kështu që e pyesim çatin dhe shohim përgjigjen bashk. Atëherë përgjigja e çatit, okej. Do të shkojmë në një cep super interesant, të jetë me grafika, nuk e di me çfarë, por që unë e kam një ide, kështu që ikim bashkë. Dhe ja cepi që zgjodha për të bërë sfidën e radhës. Ju e dini që unë jam shumë detajiste, kështu që cep me më shumë pasqyra dhe grafika se këto që kam sjellur këtu, nuk besoj se do ketë, kështu që unë kam ardhur për kafe, po s'do marr kafe, do marr një ëmbëlsirë, do t'ja tregoj edhe ju sa po të më vi. Ja dhe ëmbëlsira është trileçja që mua më super pëlqen. Kështu që më bëf të mirë. Ndërkohë duhet bëj edhe një foto për në Instagram, sepse çati më thoshte që duhet bëj content për Instagramin, kështu që po shijoj këtë trileçen dhe do bëjmë të content për Instagramin, do t'ju lë një foto këtu se çfarë foto zgjodha. Jemi në sfidën e fundit, në momentin e darkës. Dua t'ju them që unë gatova darkën, bëra makarona pene, gjithashtu bëra dhe atë salcën bolognese, i hodha gjithashtu dhe pak bizele se më pëlqen shumë ashtu. Dhe s'doja që për darkë të bëhesha monotone, të gatuaja diçka, kështu që thash bëja diçka interesante, po se çfarë këtë e di çati, kështu që do pyesim çatin tani se çfarë do bëjmë për darkë, do ta shikojmë dhe përgjigjen këtu. Por duhet ju them që Rej po fle dhe unë po mundohem që të mos flas me zë të lartë, i kam fikur dhe dritat në të gjithë shtëpinë
Dhe nëse shikoni një dritë që vetëm pulson, ndo sepse sa herë që flas unë, drita pulson. Ja, nuk do flas tani dhe shikojeni si do ndaloj. E shikoni? Pra sa flas nis bën. Këtu reflektohet tek dollapi pra ngjyra e dritës. Tani marrim të gjitha pikat me radhë. Si fillim e bëjmë ambientin e ngrohtë tek dhoma pra ku do shohim një film dhe të shoh të bëj ndonjë çaj se një gotë me verë nuk mendoj se do ta pija tani, sidomos për këtu në YouTube, nuk më pëlqen që të pi alkol këtu në YouTube dhe të mos e zgjas më shumë me fjalë, por shkojmë dhe shohim çfarë filmi do zgjedhim sepse unë jam nga ata njerëzit që nuk shikoj kur filma. Në momentin që nis filmi, unë brenda 10 minutave kam fjetur, kështu që nuk e di sa do zgjasi sot, por si fillim zgjedhim diçka. Ndesa këto dritat e ngrohta për ta bërë ambientin edhe më relaksues, ndërkohë këtu kemi dhe oxhakun, por nuk e kemi ndesur. Zgjodha këtë filmin, ndërkohë kam marrë edhe çajin. Këtu po ju le, unë do shoh filmin dhe ju ndërkohë mos harroni të lini një koment në këtë video. Ju dua shumë të gjithëve. Pacim!